është e mira që kompanitë të cilat kanë aplikuar, kanë konkuruar, janë brenda buxhetit, që ne kishim një frikë se mos e te kalojnë buxhetin e parapar, por jo, fatmirësisht janë në kufit me buxhetin dhe shumë shpejt do ta kemi edhe përzgjedhjen e të njëjtës dhe do të fillojmë me punime dhe uroj që kushtet klimatike të na ndihmojnë në këtë drejtim edhe që punimet me intensitet të fillojnë në pranverën e hershme. Edhe sa mendohet të zgjatën sipas dokumentacionit? Sipas dokumentacionit, kjo rrugë duhet të përfundon për 2 vite gjysmë. Okej, do shfrytëzohet ajo që thuhet se është bërë gabim, Ajaxi. Ai 2 kilometër që i pare ke fjalën, po ai do të lidhet me këtë pjesën tjetër, do të jetë funksional në momentin që do të përfundohet edhe 10 kilometër që i dytë, pasi që tani si që e keni pa dhe vetë në teren, ajo është një rrugë e cila nuk të shpije askund, është jo funksionale. Mund s'ka kështu të thosh. Besoj që po me provu, nuk do ta kisha rekomandu. Nëse do mund shpejt. Ja, absolutisht jo, besoj që shumë shpejt do të shkojmë, por do të përfundojmë edhe 10 kilometër që e dytë. Në o bo histori, 4-5 herë unë e di se kemi mbulu se janë nisur punimet, po shpresoj se tashmë nuk do jetë e pesta me nisjen e punimeve dhe kur do nisin do kryen